Princi me gojën e artë. Në mbretërinë mistike të Tibarës jetonte Kandorje, një sundimtar, mirësia e të cilit ishte po aq legjendare sa krijesat magjike që endeshin në tokat e tij. Baba, ja ke ngulur sytë asaj harte prej 3 ditësh. Pergamena mund të marrë flak nga gjithë ky vështrimi yt i zjarrt. Shalu, pirim, populli ynë dëshpërohet e dëshpërohet. Luminarët në borimin e lumit kërkojnë detyrime gjithnjë më të mëdha çdo stin. Thesari ynë po zbrazet, ndërsa oreksi i tyre për pasuri po shtohet. Të më ndjeni, madhëri, por a kemi provuar t'ua kërkojmë atyre më të mirë? Ndoshta u mjafton t'u flitet vetëm me mirësjellje? I dashur Saran, këto qenie të lashta e kanë ruajtur atë lum që para se të lindte gjyshit tim. Ato flasin vetëm gjuhën e detyrimit dhe të traditës. Atëherë ndoshta ka ardhur koha që dikush të mësoj të flasi ç'duhet gjuhën e tyre. Baba, duhet të më japësh uratën të udhëtoj drejt burimit të lumit. Absolutisht jo. Asnjë biri imi nuk do të guxoj të hyjë në territorin e luminarëve. Po atëherë që nga me fat që jam dhe biri në nënësime gjithashtu. Gjithmonë më mësoj të ndihmoj ata që janë në nevojë. Ka shumë të drejtë. Saran, a ndihesh ndonjëherë sikur jemi të destinuar për më shumë se thjesht një jetë në pallat? Do të thuash diçka më të madhe se përpjekjet e tua të përditshme për t'i bindur kuzhinierët se torta me çokoladë llogaritet si një perime? E kam seriozisht. Populli ynë vua ndërkohë që ne jetojmë me të gjitha kushtet. Luminarët janë ato që mbajnë çelësin e begatisë së mbretërisë sonë. Edhe megjithatë askush nuk ka provuar t'i kuptojë vërtet. A e ti, Mik, mund të kesh vërtet të drejtë, po sikur këto krijesa të mos jenë përbindshat që të gjithë mendojnë se ato janë? Pikërisht, po sikur të jenë thjesht të keq kuptuara. Dhe kështu, nën yjet që i vëzhgonin, 2 zemra të reja morën një vendim. Madhëri, kërkoj leje zyrtarisht t'ju shoqëroj në këtë aventurë me shumë gjasa të pamatur, padyshim të rrezikshme dhe absolutisht të domosdoshme. Leja u miratua, zoti Saran. Megjithatë, më duhet të të paralajmëroj. Mund të ndeshim krijesa me luspa, me frymë të tmerrshme dhe me aftësi shoqërore mjaft të dyshimta. Pra, me pak fjalë si xhaxha yti ngrysur Norbu gjatë darkave familjare? Kjo është tmerrsisht e saktë në fakt. Shumë mirë. Në agim do të fillojmë kërkimin ton drejt burimit të lumit. Së bashku si gjithmonë? Së bashku, si gjithmonë. Për 3 ditë me radhë, ata u ngjitën drejt burimit mistik, por jo duke mbajtur armë, por zemra plot shpresë. Më kujto edhe një herë përse nuk mundëm të merrnim karrocën mbretërore për në shëtitoren e dragojnëve magjik? Sepse, miku im i dashur, respekti fitohet vetëm me përpjekje. Për më tepër, shiko! Janë të mrekullueshëm. Valla Viritis, jam jashtë zakonisht i lodhur nga kjo loje pa fund me detyrimi dhe frike. Edhe unë, Aurum. Prej shekush kemi pritur që dikush të na flas neve me mirësi dhe jo të jetë të mëruar sa na shikon. Vetëm sikur ta dinin se një prekje thjeshtë atyre degëve të lisit do të na çlironte nga magjia e lashtë që na ka mbajtur të lidhur. Edhe imagjinoj befastinë e tyre po të mësonin për dhuratën tonë më të madhe, se ai që ndan një fakt të bekuar me esencën tonë të ardë, flet me fjalë që kthehen në ardë, ndërsa ai që shijon esencën tonë smeralt fiton të folurën e kurve të çmuar. Duan të çlirohen? Pra që gjithë kësaj kohe kanë qenë të purgosur, jo tiran. Siç të thash, të keq kuptuar në mënyrë tragjike. O luminare fisnik, ne nuk vim si pushtues këtu, por si nxënës që kërkojnë në urtësi. Për erërat e lashta, më në fund, dikush që flet me respekt dhe jo me kërkesa, po me detyrime. Aurum, mendon se vërtet kanë ardhur për të na ndihmuar dhe jo për të marrë prej nesh?
O krijesa të mëdha, mbretëria jon vuan, por jo nga fuqia juaj, por nga padituria jon. Ne duam të kuptojmë, jo të pushtojmë. Princi i ri, duke qenë se ndjej gjak mbretëror në venat e tua, ne kemi ruajtur këtë burim të shenjtë jo me dëshirë, por nga një magji e lashtë që na mban këtu të lidhur. Një prekje thjeshtë e butë, në ato tek lisi që mbani në duar, mund të thyej lidhjet tona dhe të na çliroj që të kthehemi në mbretëritë tona qiellore, ku na takon të jemi. Atëherë do ishte nderi ynë më i madh t'ju ndihmonim, o luminare fisnik. Për mirësinë tuaj, pranojeni këtë dhuratë, esencën e ekzistencës sonë, që fjalët tuaja të krijojnë mrekulli. Por mbajeni mend, vogëlush, magjia nuk qëndron në thesare, por në fjalët tuaja. Flisni me mirësi, urtësi dhe shpresë. Ato ju çojnë drejt së mirës. Flisni me dëmshuri, sepse fjalët kanë fuqinë të shërojnë zemra, të frymëzojnë guximin dhe të transformojnë vetë botën. Dhe kështu, herojnë tanë mësuan të vërtetën e parë të madhe, se kur ti dëgjon me një zemër të hapur, ke më shumë gjasa të arish sukses, aty ku forca dhe frika dështojnë. Po atë natë, ndërsa yjet e lashtë dëshmonin guximin e tyre, ata u përgatitën të provonin dhuratën e luminarëve gjatë darkës. Pra, thjesht e spërkasin këtë pluhur smeraldi mbi darkën tonë si erës dhe papritur do flas me gurë të çmuarun? Ndoshta luminarët e thanë se magjia u përgjigjet vetëm mirësisë dhe urtësisë, apo jo? E po, kjo ishte zhgënjyese? Ndoshta na duhej një manual udhëzimesh i mirëfillt? Prit, Saran. Virdi si ta se fjalët kanë fuqinë të shërojnë dhe të frymëzojnë, apo jo? Më lër ta provoj. Uroj që të ke marrë për të shëruar zemrën e shqetësuar të babait tim dhe për të rikthyer shpresën popullit ton. E pa besueshme, funksionoi! Uroj për Smeralde që të sjellë mirëqenie dhe gëzim në çdo familje të mbretërisë sonë që ka sakrifikuar për të tjerët. Luminarët kishin të drejtë. Magjia i përgjigjet mirësisë që ndodhet në zemrat tona, jo lakmis që linë në mendjet tona. Teksa të dy vazhduan udhëtimin e tyre, ata zbuluan se aventurat e tyre më të mëdha do të vinin nga ndihmat që do i jepnin të tjerëve për të gjetur paqen. E gjeta unë i pari në atë shpellë të vjetër. Por unë shaj që e kuptoj magjinë e saj. Ej, përshëndetje, si jeni miq? Çfarë po e shkakton të mosmarrveshje kaq të zjarrt në këtë mëngjes kaq të bukur? Kjo kapel pa dukshmërie i jep atij që e mban fuqinë për të zhdukur. Të gjithë e duam, por nuk mund të vendosnim kush e meriton më shumë. Të zihesh për diçka që të bën të zhdukesh tingëllon disi ironike, apo jo? Ndoshta në vend që të ziheni, mund të gjejmë një mënyrë që të përfitojnë të gjithë? A mund të propozoj një shkëmbim? Po ti, çfarë mund të ofrosh që mund të jetë më e vlefshme se pa dukshmëria? Uroj të kemi mjaftueshëm marrë që secili prej jush të ndjej këndrat e veta pa shqetësime fare. E pabesueshme, me këtë flori, më në fund mund të hap forën time të ëndrave. Dhe unë mund të blej barna për fshatin tim. Dhe ne fitojmë një mjet të dobishëm për udhëtimin ton për të ndihmuar të tjerët. Kur udhëheq miqësia, të gjithë fitojnë. Pak më vonë, ata hasën Xhurxhin Gërnjar, i cili ishte duke u grindur për një palë çizme të vjetra. Këto çizme 10 kilometër që u përkasën atij që është më i shkurtër. Jo, ati që e ka mjekrën më të gjatë. Zotërinj. Ndoshta çizmet tuaja do të ishin më të dobishme për dikë që udhëton nëpër botë duke përhapur gëzim. Nga mirënjohja, ata ja dhuruan me gjithë zemër çizmet magjike Saranit. Dhe kështu, herojnë tanë mësuan se magjia më e madhe nuk qëndron në marrjen e asaj që dëshiron, por në dhënien e asaj që u nevojitet të tjerëve. Sarani veshti çizmen e majtë, dhe princi Shalu veshti çizmen magjike të djathtë.
Duke përdorur çizmet e tyre magjike, ata dëshironin të shkonin atje ku ishin më të nevojshëm. Dhe kështu u gjendën në mbretërinë e Serendis, ku zemrat ishin rënduar nga pasiguria. Të huaj, ju keni ardhur në një kohë vërtet të bekuar nga fati. Sundimtari ynë i dashur ka udhëtuar drejt mbretërisë së përjetshme dhe ne kërkojmë dikë me urtësi dhe zemër bujare që të na udhëheq. Zonjë, çfarë ju bën të mendoni se mund t'i ndihmojmë njerëzit tuaj? Profecia jone lasht flet për udhëheqës që nuk zotërojnë vetëm dhurata magjike, por edhe fjalë që shërojnë dhe frymëzojnë. A mund të na tregoni një urtësi të tillë? Nëse nuk ju vjen keq, a mund ta kem një çast për të folur vetëm me mikun tim? Miku im, më lejo t'i vëzhgoj këta njerëz më parë. Ndoshta në këtë mënyrë mund të kuptoj më mirë nevojat e tyre të vërteta. Kjo vajzë, ajo u shërben të tjerëve me të njëjtën zemër si Shalu. Ajo vajza e re atje ka urtësinë të di saktësisht kush ka më shumë nevojë për ndihmë. Njerëz të Serendis, uroj për aq qartë sa të mjaftoj që asnjë fëmijë në mbretërinë tuaj të mos vuajë më urie dhe asnjë i moshuar të mos ndihet më i harruar. Fjalët e tij kumbuan me një dëmshuri aq të sinqertë, sa fytyrat e turmës u ndriçuan nga shpresa. Dhe unë uroj për Smeralde që të financoj shkollat ku fëmijët tuaj të mësojnë jo vetëm për shkronjat dhe numrat, por edhe për mirësinë dhe guximin. Edhe ti, vajzë mirë, të lutem na ndihmo t'i shpërndajmë këto dhurata tek ata që kanë më shumë nevojë. Fjalët tuaja mbartin më shumë magji se çdo thesar. Ato shërojnë të shpërimin ton dhe i zgjojnë ëndrat tona. Rof mbreti Shalu! Rof këshilltari Mat Saran! Dhe kështu, dy miq që u nisën për të shpëtuar mbretin e tyre nga brengat, tashmë sundonin Serendin me urtësi. Duke u kthyer shpesh për t'i vizituar prindrit e mbretit Shalu në Tibara, ata ndan gëzimin dhe begatin mes dy mbretërive të bashkuara nga dashuria. Një vit më parë, dy krijesa mitike na dhanë dhurata të pamundura, sepse u treguan dëmshuri atyre. Këta të dy thonë ato që mendojnë dhe mendojnë ato që thonë, që nga dita e parë që shkelën në Serendi. Sinqerisht, unë thjesht po përpiqesha të ndihmoj amikun tim. Monedat e arta që i bien nga goja duhet jenë rezultati i zemrës së artë që ai ka. Mbreti i ri, ke mësuar të vërtetën më të madhe nga të gjitha. Fjalët e thëna me dashuri janë më të fuqishme se çdo magji. Ju na çliruat nga burgu ynë, por më e rëndësishmja, çliruat popullin tuaj nga dëshpërimi. O luminare fisni, ju jemi përgjithmonë mirënjohës për urtësinë dhe dhuratat tuaja. Dhe kështu, nga kjo urtësi e lashtë popullore, mësojmë se thesaret e vërteta nuk janë ari dhe smeraldet që rrjedhin nga buzët e tua, por lumturia që fjalët e tua u sillin të tjerëve.